Prokuroria Themelore Publike në Shtyp ka hapur procedurë hetimore ndaj 5 personave në lidhje me vrasjen që ndodhi më 8 maj në një lokal të qytetit. Në lidhje me këtë rast dyshohen 5 persona, ndërka që dyshuari kryesor 21 vjeçar akuzohet për vrasje me paramendim dhe nga hakmarrja, si dhe tregti e pa autorizuar me armë. Të gjithë të dyshuarit janë shtetas turq, 3 prej të cileve kishin vendbanim të regjistruar në Shtyp, ndërsa autori i vrasjes dhe një nga bashkëpunëtorët nuk kishin vendbanim të regjistruar në vend. Ekziston një dyshim i bazuar mirë se i dyshuari kryesor, një burr 21 vjeçar, bleu një pistolet kalibri 9 mm me modelin dhe numrin serial të fshirë nga një person i panjohur për 1.100 euro në fillim të këtij muaji në Shkup. Pastaj me atë armë më 8 maj në mbrëmje në një kafe bar në Shtyp, ai me dashje dhe për hakmarrje të pamatur i mori jetën një personi, gjithashtu një shtetas turk me banim në Shtyp. Më tej prokuroria ka sqaruar se viktima dhe autori kishin caktuar takim përmes aplikacioneve celulare për të zgjidhur mosmarrveshje që kishin mes vete për një kohë të gjatë, por pas një bisede 15 minutëshe në restorant, i dyshuari shkoi në banjo dhe doli menjëherë, pastaj te dera që ndante pjesën e hapur nga ajo e mbyllur e kafenes, nxori armën dhe qelloi disa plumba në drejtim të viktimës, duke i shkaktuar atij plagë të shumta me armë zjarri nga të cilat më vonë vdiq. Po atë mbrëmje, 4 të dyshuarit e tjerë, 3 burra dhe 1 grua, të gjithë të moshës 22 deri në 28 vjeç, ndihmuan autorin e krimit pas kryerjes së krimit, për të cilën parashihet dënim me burg të përjetshëm. Në një lokacion ende të pavërtetuar në Shtyp, e hipën në një makinë BMW të drejtuar nga vajza e dyshuar dhe të gjithu nisën drejt Shkupit. Në pikën pagesore Miladinovci në autostradën Shtyp-Shkup, ata u ndaluan nga një patrull policie dhe tentuan të arratisen, por u arrestuan. Të gjithë të dyshuarit janë sjellur para gjykatës në Shtyp, ndërsa prokuroria i propozoi gjykatësit të procedurës paraprake në gjykatën themelore në Shtyp caktimin e masës së paraburgimit për personat e dyshuar.